15 vite është një histori pa besie në raport me institucionet, histori pa besie në raport me shoqërinë dhe sigurisht histori pa besie në raport me opozitën. Kthehemi një herë tek reforma territoriale, themi lind atëherë kur ka errësirë, kur nuk ka transparencë. Unë nuk e mora a priori, thash që është një shqetësim i përfolur nga media të rëndësishme dhe i bera me dije kësaj sallë, jo se nuk e din, thjesht ja kujtova çfarë përfaqëson Mirdita në historinë e Shqipërisë dhe pse ky do të ishte një provokim i madh historik, bashkohor, social, politik e çfarë emri mund t'i vëmë. E dyta, reforma territoriale në Shqipëri, mënyra si është bërë në 2015, si tenton të bëhet tani, do të lejë jashtë përfaqësimin paktën 700.000 shqiptarë që votojnë kundra. 700.000 shqiptarë që votojnë kundra, i bie që ju doni të bllokoni Shqipërinë. Ata janë pa përfaqësim në pushtet lokal, pa përfaqësim pushtet qendror, pa përfaqësim, ju keni kapur presidentin e Republikës, keni kapur avokatin e popullit, keni kapur çdo bord, duke zhdukur çdo gjurmë pluralizmi në Shqipëri. Atëherë është e natyrshme që Shqipëria diku do shpërthej në protestë dhe sigurisht që një ditë ju do të ndiheni me faj për këtë që po i bëni në Shqipëri. Faleminderit. Faleminderit, zonja Zegjine Çavushi. Sali, ti duhet jesh i fundit që të vish këtu në këtë kuvend dhe në atë foltore edhe të flasësh për atë protest. Më gjej një vend në botë, Sali, ku protestohet kundër qeverisë, por edhe kundër opozitës dhe liderit të saj. Një vend më gjej, Sali, një vend. Ajo foltore nuk është tribun politike dhe as podium për zakonin tënd të vjetër, Sali. Dezinformimin. Më shiko në sy, Sali, më shiko. Si që dezinformove shqiptarët pak minuta më përpara për reformën territoriale, ashtu i dezinformove edhe për shtëpinë time. Ndryshe nga ty, Sali, unë nuk kam privatizuar asnjë plëm toke shqiptarve, por kam lidhur një kontratë për prenotim apartamenti i cili nuk ka nisur, Sali, por ti di vetëm të dezinformosh dhe ndryshe nga sa që e ke transmetuar ti në ato mediat e tua ku pastron parat e pisa, ndryshe me sipërfaqe e ndryshe me çmim, Sali. Ky je ti. Vetëm një gjë di të bësh, të dezinformosh. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Klevis Balliu. Këto kërkesat për procedurë kryetar mirë do ishte t'i zbatonit për gjithë. Unë nuk po zjatëm shumë se si e keni degradu parlamentin, se e pam se qarë keni bërë në parlament dhe qarë keni sjellë në parlament. Këtë farë lumi që e keni krijuar këtu në këtë salë, e krijoni edhe duke shkatruar të gjitha procedurat që i bëni ju. Tani, ju kam quar juve, zoti kryetar, ju kam quar një kërkes në zyrë, në lidhje me një kërkes që ka bërë opozita për thirrur në komision atë që përkëdhel trafikantët dhe terrorizon protestuesit që është drejtori i policisë shtetit. Komisioni punëve të brendshme deklaron se nuk e kemi drejtën ne t'i marrim dhe t'i thrasim drejtuesit. Ndërkohë që rregulloria është krejt e kundërta. Ka 3 javë nuk keni kthyer përgjigje. Kam sjellur një projekt ligj në lidhje me uljen e pensionit për efektivët e policisë, uljen e moshës pensionit. Dhe nuk ka marrë absolutisht asnjë përgjigje, ndërkohë që projektligjet e të tjerëve deputetëve socialistë vinë në sekond, në minutë. Kemi kërkuar disa herë për një seancë pyetje-përgjigje me ministrin e drejtësisë. Nuk ka marrë përgjigje, më thënë jo, javës tjetër, dhe kur ju vendosni ta sillni në parlament, është kur unë nuk jam në sallë. Të gjitha këto janë skema tuajat për të mos lejuar që të shikohet dhe të bëhet një parlament serios. Dhe kuptohet që nuk doni seriozitet që nga llumi që keni sjell këtu brenda, që shikohet nga çdo njeri, edhe i majt edhe i djathtë. Dhe pastaj ankoheni, ju lutem kontrolloni fjalorin. Jo, s'kontrollojnë, ta kishit kontrollu kolegët e tu fjalorin. Nuk e kontrollojmë dot fjalorin vetëm ne, ndërkohë Palaço këtu
Kam gjesi deri në darkë na flasin se si po përdunohen. Respektojnë etikën Jo, parlamentare. etikën duhet ta respektonin ato zotri, pse nuk i ndërpreve? Të gjithë. Jo, pse nuk i ndërpreve, ata po ndërprene. Se kjo është mungesa e seriozitetit që keni ju. Edhe të thyesh etikën, është më problem kur i vjedh qytetarët, dhe këtë bëni çdo ditë këtu. Ju kam thënë në seancë që po vjen një projekt ligj këtu që po bëhet për një person që ishte ligji për Gardën. Ju thash me emër që po bëni ligjin për Simonin, ka lut ligjin, mas 4 javësh firmosët Simonin. Ti si kryetar parlamentit duhet më pyesje, që si ka mundësi, nga e dinit ju, sepse e dinin të gjithë. Dhe nuk të bëm përshtypje fare që parlamenti përdoret për të bërë një ligj për një person. Ju bëni ligje për trafikantët, për interesat tuaja, për vjedhjet e juaja. Dhe çka kërkon opozita? Sillni këtu projekt ligjet kërkesat që i kemi bazuar tek qytetarët. Po ky parlament a është për qytetarët apo është vetëm për të mbush xhepat tuaja? Dhe pastaj nxirrni në një skut, në një lum hane që të dali atje dhe të thotë që fajle ka opozita se vidhni ju. Këto teori konspirative nuk ecin më. Dhe ju, siç u thash dhe më parë, Kujdes me pajirin, zoti Balliu. Zoti Luciano Boçi, fjala për ju. Kujdes. Se duhet respektojmë ligjet. Thirrja për pahir është kundër kushtetutës. Zoti kryetar, them drejtën, sot më ke prekur me atë përgjërimin tënd epik për rregulloren, ishe ti që nuk fusje në rendin e ditës, pika që i nështrojnë emocioneve, kërkesave të veçanta, apo iniciativave personale. Se ti e do shumë rregulloren, ti e dashnori rregullores, na e ke bërtitur shumë herë një gjë tillë. Po mirë, kam një pyetje shumë thjeshtë. Meqense e do kaq shumë këtë rregulloren, si mundesh ti të fusësh në rendin e ditës një raport që vjen nga produkti zero i një komisioni? Zoti kryetar, në datën 15 është e vërtet, ishte mbledhja e fundit e komisionit për reformën territoriale. Komisioni ka numër të barabartë deputetësh dhe mbledhja nuk ka vijuar sepse sigurisht është votuar kundër për rendin e ditës sipas propozimeve të palëve. Pra komisioni nuk kishte produkt. Çfarë produkti ke marrë ti në shqyrtim konferencën e kryetarëve? Ku është pike? E kishe në xhep madh apo në xhep vogël? Kush ta dha ty këtë produkt? Sepse procedura dhe rregulloria që ti e do shumë nuk ta lejon, zoti kryetar, dhe do japësh përgjigje për këtë. Dhe për më tepër, pjesa e majt vazhdoi mbledhjen çuditërisht. Ku në parlamenti? Kujt është parlamenti? Parlamenti është i qytetarëve. Sepse mbledhja ndërpritet me njëherë dhe i vut në dispozicion të gjithë kanalet komunikuese gjoja për të prezantuar këtë raport. Kë raport më? Po, zoti Balla, jam dakord, komisioni ka procedurë dhe procedurën e përcakton me projekt kalendar. Kështu vepron edhe parlamenti me projekt kalendar. Nuk është hajde t'i bijem si duam ne, fusim çfarë do lloj. Dhe ky projekt kalendar është dokumenti zyrtar që është i detyrueshëm për kryetarin e kuvendit, sepse është dokument parlamentar i publikuar në faqen e kuvendit, është i detyrueshëm dhe për komisionin. Dhe sipas projekt kalendarit, ne jemi si komision tek pika 4, raundi i parë i konsultimeve dhe dëgjesave publike në 12 qarqe që nuk kanë mbaruar. Dhe komisioni duhet vazhdoj punën e tij me event me institucionet ndërkombëtare, ngritjen e një webfaqe për të pritur propozime zyrtare nga grupi e interesi, raundi i dytë i konsultimeve tematike, zhvillimi i sondazhit publik, raundi i tretë për dëgjesa dhe konsultimet karakterit juridik, dhe pika e fundit është paraqitja e raporteve. Po cilat raporte më? Nga erdhen këto raporte më? Kush janë këto ekspertët tuaj? Se komisioni ka ekspert nga dyja palët. Çfarë janë këto ekspertë mbi deputetët? Kë pyetët ju për këtë propozim që s'duhet? Përfundoni fjalinë, ju lutem. Mendimin, sepse është shumë e rëndësishme. Unë nuk e di sa keni mendimin, një fjali. Pyetët deputetët tuaj, asnjëri nuk e di se çfarë do bëhet me territorin e tij. E din ekspertët.
Po votat, kush i ka marrë? I keni marrë ju apo ekspertët? Kë pytët mo, qytetarët pytët, ja ku janë kërkesat e qytetarëve, për dëgjesa. Keni dhe Konispolin, keni dhe Orikumin, keni dhe Fusharzin, keni këdo këtu që ka kërkuar. Kë keni pytur? Kryetarët e bashkive, ndëgjesat në qarqe, ne kemi qenë dëshmitar, ishin kundër ndarjes propozuar. Kë keni gjuar? Njerëzit tuaj janë kundër ndarjes që ju propozoni. Janë për shtimin e numrit bashkive, sepse duan shërbim dhe përfaqësim. Dhe kjo që po bëni ju është e turpshme. Dali një këtu dhe thoj unë e di ndarjen time. Se flisni mund bashkohet Librazi me Prenjasin. Ku më e gjetët këte shpikje, si do bashkohet, sepse plotsojnë kriteret. Kë kritere ku është diskutuar, ku është aprovuar, në cilin komision. Prandaj, porosia ime është, hiqni dorë nga i raportimi seancën që vjen, se nuk ka vlerë ligjore më. Ti e do rregulloren kaq shumë sa edhe unë dua shumë. Faleminderit. Zoti Balla, replik dhe zoti Bardhi. Zoti Balla, fjala për ju. Faleminderit. Fjala është për zotin Balla, teknika. Faleminderit zoti kryetare, dëgjova me vëmendje bashkëkryetarin. Jam plotësisht dakord me leximin e kalendarit të punës shumë mujor, vetëm se e bëris me hile, sepse nuk lexoi kolonën e afateve. Lexoi vetëm pjesën e titujve të çështjeve të agjendës. Megjithatë, në fund shkoi tek çështja e fundit që është prezantimi i raporteve. Tani edhe sikur të doni ju, edhe sikur të dua unë, edhe shumica në këtë sallë, ne nuk e ngjallim dot një komision që e ka mbaruar afatin. Por në datën 23 ju keni të gjithë të drejtën tuaj që në respekt atij kalendari dhe të asaj agjende ta respektoni punën tuaj në radhë parë, sikur se do ta respektojnë punën e vet kolegët tanë, në respektim të vendimit të konferencës kryetarëve të javës kaluar, të prezantoni raportin. Ne e kemi bërë vlerësimin tonë dhe kemi thënë që është bërë një punë e mirë, të punë e mirë të vini dhe ta thoni. Pastaj, arsyet përse ju ikët, se LBT e shkretë e mërkurë javës kaluar kishte edhe lajme të këqija, por ne nuk hymë në çështjet brendshme të Partisë Demokratike, janë çështjet tuaja. Unë juftoj që në datën 23, sikur se e thash, dy bashkëkryetarët, zoti Mazdiku dhe zoti Boçi, në respektim vendimit. Përfundoni ju lutem. Gjetje. Faleminderit. Ishte replik. Jo, fjala e zotit Balla ishte replik. Replik mi replik s'mund t'i japim. Zoti Bardhi. Po me kë? Zoti Balla kërkoi replik me zotin Boçi. Sepse po E shpjegon mori për procedurë, zoti Po Bardhi. shpjegon një procedurë, Zoti jepja Bardhi. për procedurë. Zoti kryetar, unë besoj që tema që po diskutohet është një temë e rëndësishme. Kemi ngritur bashkarisht një komision përgjegjës për reformën territoriale, qartësisht nuk i ka mbaruar detyrat e ngarkuara nga kuvendi dhe ju thoni të kalojmë, të kalojmë detyrat dhe të kalojmë te pika e fundit. Në ka një arritje që është njohur në çdo raport të ecurisë Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, ka qenë kjo çështje, që palët janë duke dialoguar për të arritur një reformë territoriale konsensuale. Doni ta prishni këtë? Prisheni, por të paktën mos hesni tu na tregoni pralla me integrimin evropian. Po nuk e mora fjalën për këtë se besoj do keni mirësinë t'ia jepni fjalën zotit Boçi sepse është bashkëkryetari i këtij komisioni dhe duhet sqarojë seancën plenare, e mora për një çështje tjetër. Kemi që në mëngjes të ditës sotme që në përputhje me rregulloren e kuvendit, deputetët e grupit parlamentar tentojnë të depozitojnë në sekretari pyetje për institucionet që raportojnë dhe i thuhet që pyetja duhet të ishte dorëzuar 24 orë përpara. Së pari
do duhet kishit hapur protokollin e kuvendit që ne të kishim mundësi ti depozitoni 24 orë përpara. Këtë mos ma trego mua, sepse ndryshe nga ju, zoti kryetar, unë rregulloren e lexoj nga neni 1 deri te neni fundit. Juve e lexoni siç ju japin. Neni 121, fraksion 1, pika 3, dhe fiksoje dhe lexoje, hape ndërkohë që të lexosh një gjë vet, thot kur afati bie të dielën, shtyhet në ditën e parë të punës, që është e hëna, dhe ne kemi tentuar të depozitojmë pyetjet brenda këtij afati, se të dielën nuk ta dim as shpinë se ti jeton me qera, kështu ke deklaruar të paktën. Nuk e kam për turp, se kam për turp. Jo, po s'kesi ta Nuk kesh e kam për turp, se kam për turp fare. Nuk kesi ta kesh për turp se ke vilte White Rocku me Belindën, po deklaron thjesht me letra për... Përfundoni. 3 minuta. E kisha që nuk ta dim adresën e saktë të shtëpisë, se ke disa, dim vetëm atë që ke deklaruar me qera, atë s'ta gjetëm dot që të t'i sillnim pyetjet në shtëpi. Tani në përputhje me rregulloren, po ta përsëris, pika 3 e nenit 121 fraksion 1 të rregullores kuvendit, thot kur afati bie të shtunën, të dielën apo ditë pushimit zyrtar, shtyhet për të nesërmen, e nesërmi është sot. Dhe ju keni detyrimin të pranoni pyetjet me shkrim të deputetëve të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, t'ja shpërndani titullarëve të institucioneve që të përgatiten kur të raportojnë për t'ju përgjigjur këtyre pyetjeve. Zbatoni rregulloren e kuvendit. Drejt që ta haj, lexoje një rregulloren nga neni parë deri në fund, se ngelet çdo seancë duke na fut në probleme të rregullores. Merre kohën, lexoje nga neni parë deri te neni fundit, se nuk është humbje kohe. Zonja Albana Vokshi. Ja dhe gjithve fjallën. Si për shembull, si të Me procedurë. Për çfarë? Vetëm ta sqaroj. Një minutë, Sepse është të flas një, si për procedurë. Për procedurë sa po e mori fjalën? Sa po e mori fjalën procedurë? Nëse ju lutem mos flisni gjithë në një kohë, ju lutem, s'ka nevojë për të bërtitur. Tani, se nuk dua që të krijoj një minutë. Nuk dua të krijon precedent dhe më pas ta abuzojmë atë precedentin. Ne fjalën procedurë nuk mund ta japim 2 herë njëra pas tjetrës, për më tepër që të lutem. Jo, as kujt nuk ja kam dhënë më shumë se një herë e para. Të lutem mos folni një kohë me mua, të lutem mos flisni një kohë me mua. Ndjes, kur të përfundoni ju, më lejon të përfundoj edhe unë. Dakord? Po. Unë e kuptoj sensitivitetin e kësaj çështje. Në rregull? Dhe patjetër do ja jap të drejtën ta përfundoni mendimin tuaj. E morët fjalën procedurë 3 minuta, ju dhash edhe më shumë se 1 minutë tjetër, dakord? Duke u nisur nga rëndësia e çështjes, ju lutem përfundoni mendimin që kishit për shkak të rëndësisë së çështjes. Por edhe një herë theksoj, nuk kemi në diskutimin e reformës territoriale këtu. Nuk kemi aty kur të vi dita edhe pika e rendit ditës ku do shqyrtohet reforma territoriale, patjetër që keni drejt të bëni diskutimet tuaja. Po nuk mund të bëjmë diskutime, të lutem, nuk mund të bëjmë diskutime politike kur jemi te fjala për procedurë. Po pra, por në kohën dhe në vendin e duhur, jo te diskutimet procedurë. Gjithsesi zoti Boçi. Atëherë faleminderit zoti Balla, po nuk e shmang nga çështjen e kohës dhe datave, i ken kolonën e fundit, por datat janë një formalitet dhe ajo që është kryesore në një reform janë qëllimet, hapat dhe stadiet në për cilat ajo kalon. Ky është procesi, zoti Balla, dhe ju e dini shumë mirë. Jo mbaroi koha dhe kemi një produkt. Jo nuk mbaroi koha dhe s'kemi ende produkt. Çfarë logjike është kjo? Është shumë fëminore, domethënë vjen keq që e përdor. Dhe qartasi po themi që po kemi punuar. Mos harroni një gjë se nxirrni atë justifikimin që s'kemi ardhur ne. Kemi punuar 3 muaj, nga 5 ditë, 3 ditë komisioni bënte 2 dëgjesa në terren, bënte dhe 1 dëgjesë në komision 3 dhe fal vullnetit ton. Dhe ju i latë përgjys duke përjashtuar Tiranën dhe duke përjashtuar dhe një numër kryetarësh bashkish. Jo për fajt komisionit, por sepse nuk donin të vinin para këtij komisioni.
Zoti Balla, sa për atë ditën e mërkur, këtë që më the ti, ma ka thënë ai që mungon zakonisht kur unë kandidoja për Bashkinë e Elbasanit. Dhe pa mikrofon tha që ti s'do jesh më këtu, tha. Dhe këtu jam unë, erdha. Prap, Zoti Balla, më gjo me vëmendje, unë këtu do jem, unë kam frikë se ku do përfundosh ti. Duhet kesh ti më shumë frikë, unë kam merak në fakt, sepse ti e di rrugtimin tënd dhe se ku do përfundosh dhe për këtë unë jam i qartë, shqiptarët janë qartë, deputetët PD-s janë qartë. Faleminderit. Faleminderit. Zonja Vokshi. Faleminderit. Zonja Vokshi. Apo bëni se kur nuk e dëgjoni. Do t'ju sqaroj në kohën dhe në vendin e dur. Shumë faleminderit. Zonja Vokshi. Kur ta vendos unë, sipas rendit ditës. Faleminderit. Po, kur vi pika e rendit ditës. Përsëris kërkesën e kryetarit të grupit që të pranohet pyetjet e